po e vërtet është, jeta është edhe sprovë. Nuk është mjerim, nuk është vuajtje, është sprovë. Pse po e them këtë? Nga se fatkeqësisht sa themi jeta është sprovë, njerëzit e kuptojnë si një sinonim i mjerimit, i vuajtjes, i hjekave. Dhe këto pastaj fillon e keq kuptimi për Islamin, duke thënë se Islami shiko, i mëson njerëzit se jeta është sprovë, do të thonë i mëson që duhet me hjek. E pa vërtet, e pa qëndrueshme. Madje shpifje. Allahu xhallahu ala kur na thotë se jeta është sprovë, na mëson paralitetin që të përgatitemi e mos befasohemi. Që të përgatitemi e mos të humbim, e mos gjunjëzohemi, e mos të vajtojmë situata që tjerë të vajtojnë. Po gjithmonë të jemi ballhapur, faqebardh e krenar dhe t'ja dalim. Andaj sprova nuk asocion absolutisht në asnjë situatë në mjerimin në vuajtje. Asocion në përgatitje, asocion në syqelsi, asocion në guxim dhe ballafaqim. Po, jeta është ballafaqim. Jeta është guxim. Të guximshmit ja dalin, frikacakët ikin. Këta ja dalin. Për qenë bujar do të pas guxim. Për qenë bujar do të pas guxim. Për qenë besimtar do të pas guxim. Për të penduar do të pas guxim. E shumë të tjera. Për t'ja dalë duhet durim. Andaj në këtë aludon sprova, jo në mjerimin në vuajtje. E Allahu xhallahu ala kur thot për sprovën çka thot? Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është Allahu që ka krijuar edhe vdekjen, edhe jetën, që t'ju sprovon se kush nga ju është me vepër mirë. Do sprova është një flak që dallon që përmes zjarrit dallon arin nga metalet që nuk vlejnë. Në sprova dalin shesh fistikria, bujaria, qëndrueshmëria e shumë tjera që të flasin për to. Nëse pa to jeta e njerëzve ndërtohet mbi pretendime, mbi ngënjeshtra e martrime, por ja që vinë sprovat e jetës dhe demaskojnë disa e përfaqësojnë disa të tjerë si duhet, tregojnë realisht kush janë. Është vërtet se është sprovë, në fusha ndryshme të jetës tonë, nëse Allahu xhallahu ala tha: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Do që sprovojmë gjithsesi në çka zot, me diçka nga frika, jo tër frika, jo këtë frika që ekziston të hudhet mbi ty, jo sonja del, po bishej min el khauf, me diçka nga frika, diçka një pjesë e frikës të bën hisën këtë dunjë. Një pjesë e urisë të bën hisën këtë dunjë. Min el khaufi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat. Gjatë mungon diçka nga pasuria. Gjatë mungon dikush nga dashnit të tu, nga se vdes, të mungon diçka nga frutet e caktuara dhe mirësitë e caktuara të tokës. Do të thotë jeta që ka ajo që nuk mund të përmbush nga gjitha anët. Ta ofron një kënaqësi, ta ofron një lumturi që do të flasim, po megjithatë nuk mund të garanton përmbushje të plotë dhe të përjetshme. Ky është një lajmërim i rëndësishëm i Allahu xhallahu ala që prishmëritë tona nga kjo dunjë mos të tejkalojnë kapacitetin e saj nga se zhgënjemi dhe shprohemi.